shpëllim thosh me ligjëratën, nëse na bleje kishë vazhdu me pyetje që na kanë ardhur inshallah. Po ma. Pyetja e parë lidhet me ligjëratën për thënë vëllai, asalamu alaykum wa rahmatullahi. Aleikum selam. Kthimi selamit në vendin tonë. A kemi obligim të kthejmë selamin një personit pa shajnë e islame. Si për shembull, pa mjekë ose veshje sipas sunetit, Allahu të shpëlit. Wa aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Njerëzit fillimisht parimisht gjykohen sipas asaj që pretendojnë. Pastaj në detaje, nëse zbulohet ose shihet të ata kufri ose shirku i qartë, u jepet dispozita tjetër. Kushdo që thot unë jam musliman, ai është musliman. Edhe nëse s'ka mjekër, edhe nëse s'ka boles, nëse është motër, edhe nëse s'ka veshje të përshtatshme sipas islamit, rregullave islame, kushdo që thot unë jam musliman, ai për neve është musliman. Deri kur të shohmi të ai ose të ndëgjojmë nga ai fjalë të qarta të kufrit ose vepra të qarta të kufrit. Dhe njerëzit të na me shumicë deklarohen musliman. Nëse s'është kështu, do të më thotë dikush. Dhe ata të cilët deklarohen musliman, parimisht për neve janë musliman. Përveç kur shohim pastaj veprime, atëre nxirren prej feje. Për shembull, thotë ne musliman, kur vjen koha namazit s'falet, ti je kafir, nuk je musliman, se s'po falesh. Thotë ne musliman, kur vjen koha shkon bën shirk atje, që tha ka ra poshtë, por derisa të ndodh vepra ose fjala e kufrit, mbetet në fuqi ajo që u deklaru. Njëri ka thonë shahadetit, do të jam musliman, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammeden Rasulullah, ja ti bie qafir. Po çush je qafir ti? Pse është ky qafir? Në vendet të cilët, edhe pse është debat i gjatë mes në dietarëve se kush llogaritet vend musliman edhe kush llogaritet popullat islame, nuk është kusht në popullatën islame më konë shariati islam, nuk është kusht kështu, nuk janë musliman vetëm ata të cilët gjykohet aty me shariat, por kushdo që në deklaratën e tij është musliman, për neve mbetet musliman dhe s'ka rregull tjetër. Kushdo që bën rregull tjetër, ka dalë prej asaj që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur na japin selam qëta, në qëto vene, që deklarativisht janë musliman, ja kthejmë selamin gjithë secilit. Nuk e vetëm selam aleikum, a falesh ti, a s'falesh, tani më ja kthyje. A ke votu ti, as ke votu, tani më ja kthy. A përkrati këto ose përkrati? Jo, nuk është kështu. Thot njëri selam aleikum, thot aleikum selam. Deri kur, deri sa, pa gjurmuse. Edhe me gjurmu nuk duhet. Por nëse shfaqet kufri se shirku i tij, atëre nuk i kthehet selam. Edhe pse selamin nuk ka problem me ia kthye në kushtet të veçanta dhe atyre të cilëve muadin kufrin ose shirkun. Nëse ka ardhur në transmetim që Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ka thonë në Mekë na ja u kemi kthye selamin mushrikëve, e kemi buzëqesh në fytyrë, por në zemrat e tona ka qenë ajo që ka qenë të cilën e kanë po ata pasani në ditën e Bedrit, wallahu a'la wa a'lam.